qytetar. Po, shiko, është e tepërt edhe për me deklaru se ndikimi natyrisht se do t'jetë përmënoj i prekshëm, sidomos do të prek pradhene se flitet tash në kuptimin e bizneseve, ka një numër të mirë të bizneseve cilë si lanë të para kanë rrymen, pra rrymen edhe produktet tjera, po rrymen kryesisht, edhe kuptohet nëse rritet çmimi i energjisë elektrike, do të afektoj edhe në ciklin e biznesit ose në aktivitetin biznesor të këtyne subjekteve themi juridike. Kushtimisht edhe në mënyrë indirekte ka me mundet pra me prek edhe qytetarin. Qytetari është ai që ka me ndi mas shumëti, pra këtë barë që mund t'i ngarkohet potencialisht edhe nëse e lejojmë, pra si shoqëri me ndodhë kjo, për shkak se zëreja duhet fillimisht me mbrojt, tham, pra interesin e konsumatorit e me pastaj pra të mbrojt dhe interesin operacional. Këtu që po vlasim, po besoj nuk jem kundër operatorve, na jemi pro, mirë po jo fitimet e tepërta që nuk arsytojnë realisht shërbimin që e marrin. Tani, kjo do t'jetë barë për ekonomit familjare, edhe ashtu pra ekonomia e familjes në Kosovë është e rëndume. Na kemi kohë që ballafaqohemi me çmimet shtrejta, nëse pjesëmarrja për shembull e rrymes është e lartë, pjesëmarrja në shportën e familjar, atëherë dhe indeksi pra i inflacionit ose inflacioni do t'jetë po ashtu i lartë. Sa më e lartë që është pjesëmarrja, ajo e afekton në agregate, në kumulative afekton edhe indeksin e inflacionit. Kështu që 15% mund të përkthehet në barë për qytetarin, për kërkon tjetër. Bizneset është të vërtet që mund të afektohen, mirë pa ata këtë kompenzim e mbulojnë me rritjen e çmimit. Tani është çështja nëse ulet fuqia blerëse, që ulet te konsumatorë dhe kur ulet kushtimisht edhe bizneset mund të shesin ma pak, mund dëmtohen në kuptimin e zgjerimit që mund të kenë, po nuk është zgjidhja ma e mira kjo që duhet me ndodhë pramënoj venit. Zëreja duhet me mendu këtë propozim, duhet me qenë transparente. Ata e përdorin një formulë thirret e mesatarja e ponderuar e kapitalit, pra e kalkulojnë. Edhe mbi bazën e qasajt, që edhe ashtu ka pas kundërshtime të mëdha edhe para 2-3 vite edhe në gjykat, pra që na ankimu, edhe ajo është një kalkulim arbitrar, për ndryshe, le të na sigurojnë neve dhënat financiare, pasqyrat, pra bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhrave, le të na sigurojnë, na e kalkulojnë vetë cila është norma e kthimit që mund ta ketë pra ketë. Në gjë e komplikuar kjo. Po, kjo është ajo që munden me bo qytetarë dhe pse mbret që janë shumë aktiv në këto 10 ditëshin e funit, edhe une uroj që edhe 5 prilli i propozum pra për me kundërshtu këto tjetë sa ma masiv. Protest. Sa ma masiv dhe dëgjohet në herë mirë pra zëri i qytetarëve. Askush nuk është me dëmtu operatorin, mirë po besoj që duhet me pas parasysh që operatori nuk mund të pasurohet edhe ma shumë në korrekt të buxhetit, pra ose në korrekt të qytetarëve tanë. Faleminderit shumë për kohën, zoti Bajt. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar shikues,